Territori i Kosovës për datën 19 gusht 2026 do të karakterizohet nga një mod kryesisht të qëndrueshëm, me kthjellime dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të territorit. Gjatë pasdites në disa zona mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por pa rreshje të rëndësishme. Për Prishtinën parashikohet mod me diell dhe pa rreshje, ndërsa edhe Prizreni pritet të ketë kushte të ngjashme. Paraditja do të ketë një mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me një mod të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 34 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior dhe veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metër për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinë pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:39 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:39 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 15 deri në 31 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 30 gradë. Skënderaj 15 deri në 31 gradë. Pej 15 deri në 30 gradë. Prishtinë 14 deri në 30 gradë. Çakov 16 deri në 32 gradë. Malishev 16 deri në 32 gradë. Qilan 15 deri në 30 gradë. Ferizaj 15 deri në 30 gradë. Kaçanik 14 deri në 29 gradë. Suharek 16 deri në 32 gradë. Prizren 17 deri në 34 gradë Celsius.